Kjo interpelancë ka qëllim të ngrit një debat institucional mbi mënyrën e funksionimit të gjykatës kushtetuese dhe rolin e kryetarit të gjykatës në respektimin e kushtetutës, në respektimin e ligjit dhe shumë është me rëndësi të na tregon se çfarë ka ai kundër gjuhës shqipe dhe pse ka tërat ngarkesë dhe tërat paragjykim ndaj gjuhës shqipe. Dash nëse filloj të numëroj shkaqet e interpelancës, do filloj me deklaratat publike të zotit Konstantinovski, i cili në gusht 2024 në intervistën që e ka dhënë për agjencionin e lajmeve Mia, ka deklaruar mes tjerash se, po e citoj, me atë ligj, politika krijoi një lloj kaosi ligjor, i cili rezulton në kaos politik, mosbesim dhe dilema. Fakt është se ligji po zbatohet dhe se po krijon probleme në zbatimin e tij. Kjo është deklarata e Konstantinovskit. Në bazë të cilit nen të kushtetutës apo do një ligjit veçantë, i lejohet kryetarit gjykatës kushtetuese të karakterizojë një ligj si burim të kaosit politiko-juridik